محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falënderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut të Madhnuar. Ai është një dhe i vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Andaj lutim Allahun e Madhnuar të na ruan nga çdo e keqe, pavarësisht a buron nga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posa Allahut, i cili është një dhe i vetëm, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i Allahut i fundit. Të nderuar vëllezër, në takimin e kaluar në këtë ditë të bekuar kemi përmendur disa nga rastet nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përmes të cilave ne marrim mësime se si duhet të trajtojmë gabimet dhe problemet në jetën tonë të përditshme. Dhe kemi thënë se gjithmonë gabimet fillojnë të vogla, apo mund të jenë edhe të mëdha, por nëse këto gabime ballafaqohen me metoda efikase dhe shërohen përmes rrugëve të duhura, atëherë kalojnë nga gabimi në përmirësim. Ndërsa nëse nuk përdoren metoda efikase, atëherë mund të rriten dhe nga gabimi të kalojnë në probleme shumë të mëdha. Dhe kjo vlen në çdo rrafsh të shoqërisë, duke filluar nga individi, familja, shoqëria e kështu me radhë. Dua që sot gjithashtu të vazhdojmë tutje duke përmendur edhe disa nga rastet e jetës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si ai me urtësi, se si ai me maturi, duke ruajtur shoqërinë, duke ruajtur individin, duke ruajtur karakterin dhe dinjitetin, duke munduar që të mirët me gabimin e tij dhe ta përmirëson, ta kthen individ të shëndosh në shoqëri, vepronte në mesin e shokëve të tij. Një ditë, duke qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në udhëtim me shokët e tij, dëshiruan që të shkojnë në vizitë të Qabës, por në mungesë të një marrëveshje me Kurajsht e Mekës, ata e penguan nga hyrja në Qabë. Dhe normalisht ai që dëshiron me vizitu Qabën në umra apo haxh, kërkohet një përgatitje speciale, të veshët në ihrama, dhe gjithashtu ata kishin marrë me vete dhe kurbanat për t'i therrur në shenjë të kryerjes së këtij obligimi ndaj Zotit. Kur u pamundsua hyrja në Mekë, çfarë bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nuk patën mundësi që të futen në Mekë me krye obligimin. Andaj doli pejgamberi sallallahu alajhi wasallam para ashabëve të tij dhe u tha: lirohuni nga ihramat, teshat, atë petkun e përgatitur për umre, hjekeni, pastrohuni dhe veshni teshat e rëndomta, nga se nuk ka umre, dhe u kthyen në tendën e tij. Por njerëzit nuk e zbatuan urdhën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Gabimisht e bënën këtë, por duke menduar se ndoshta po hapet mundësia ta bëjnë umrën, e ndërsa këta pastaj nuk mund ta bëjnë nga se kanë prish njetin. Prap doli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i urdhëroi që ta prishin njetin për umre, duke i therrur kurbanat dhe duke i hjekur teshat e umrës, petkun e ihramit, dhe të kthehen në teshë të rëndënta. Por prap ata nuk e zbatuan urdhën, jo në shenjë të kundërshtimi,
po në shenjë të një shpresë se ndoshta vallë do të hapet rruga që të futen në Mekë. Dhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mërzit dhe u dëshpërua, madje u kthye në tenën e tij me një lloj ngarkese, të cilën e vreti gruaja e tij Ummi Salama. Dhe i tha, çfarë ka ndodhur o i dërguari i Allahut? Tha, po u tham njerëzve ti largojnë ihramat, dhe po u tham se nuk ka umre këtë vit, se nuk është e mundshme të futemi në Mekë, ndërsa ata nuk dëgjojnë. Ndërsa Ummi Salama ja dha një këshill dhe i tha, o i dërguari i Allahut, pse nuk del ti vetë me i largu ihramat? Pse nuk del ti vetë praktikisht pa fol fare, ta therrësh kurbanin që me të vërtetë t'ua dëshmosh njerëzve se puna ka marrë fund. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndërua dhe doli në petkun e rëndamt, e kishte larguar ihramin dhe gjithashtu e theri kurbanin e tij për treguar se për këtë vit mori fund umreja. Pa asnjë fjalë, kur njerëzit e pan këtë sjellje dhe këtë vepër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë pa asnjë zë, pa asnjë hamendje, pa asnjë vonesë, i larguan ihramat dhe i therrën kurbanat. Çfarë nën kupton kjo? Nën kupton dy gjëra më rëndësishme të ndërlozur. E para është se sado që të jetë njeriu i mençur, sado që të jetë njeriu i urtë, ka nevojë për këshilla. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në kulmin e urtësisë dhe mençurisë dhe detyrisë, megjithatë e pranoi këshillën e gruas së tij, e cila padyshim nuk ishte në nivelin e tij, por ishte sugjerim i mençur. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mësoi se nëse dënë me i përmirësu gabimet e familjes tënde, nëse dëshiran me i eduku fëmijët dhe të largohen nga gabimet e tyre, nëse dëshiran të edukosh nxënësit, apo këdo qoftë në jetën tënde, që dëshiran të largosh gabimin dhe të përmirësosh gabimin, duhesh të bëhesh shembull këtë drejtim. Sa prind mundohen që fëmijët e tyre të edukojnë që mos ta pinë duhanin, duke u thënë se kjo është e dëmshme, është e keqe, ndërsa ata para fëmijëve të tyre e pinë këtë duhan. Prandaj nuk mundesh me edukun këtë drejtim, nga se ti nuk je shembull në braktisjen e kësaj pune të keqe. Gjithashtu i edukojnë fëmijët që mos të përdorin fjalë banale, fjalë të këqija, mos të fyjnë, mos të shajnë, ndërsa fëmiu vetë e dëgjon ndoshta mësuesin e tij, ose prindin e tij, ose vllain më të madh, ose gjyshin, ose këtë qoftë, përdor fjalë të pahishme. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na mësoi se nëse dëshirojmë që të shërojmë problemet e shoqërisë, që të largojmë gabimet për njerëzve, t'ua përmirësojmë gabimet e tyre, t'i kthejmë në rrugën e drejtë, duhet që të bëhemi shembull këtë drejtim. Duhet që të bëhemi shembull për atë sa kemi mundësi që me të vërtetë njerëzit t'i largojnë gabimet, t'i përmirësojnë gabimet e tyre, më tepër përmes shembullit ton, sesa që këtë bëjmë përmes fjalëve tona. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se ta qartonte njeriu, para se ta kritikonte për gabimin, e mësonte atë. Një herë në xhami erdhi një njeri i cili nuk kishte rastin që shpesh të rrinte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht mungesa e tij në xhami bënte që shumë rregulla fetare të ikin, mos t'i mëson. Dhe erdhi në xhami një ditë namaz dhe një njeri të shtiti afër tij, teshi. Dhe ky njeri duke qenë namaz ja ktheu lutjen që duhet kthyer atij që të shtit dhe foli në namaz. Dhe padyshim se kjo ishte një shkelje që njeriu të flet namaz, ishte gabim i madh. Posa e përfundoi namazin, çfarë bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ky njeri kishte emrin Muawiya ibn Hakim as-Sulami. E thiri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i tha: "O filan, inma hiya salatun." Kjo është namaz. La yasluhu fiha kalamun nas. Këtu nuk bën që të flitet fjalë të njerëzve në namaz. Nga se namazi është për ta përmendur Allahun dhe për ta madhruar atë. Thot vallahi, ky njeriu thot, vallahi, nuk më ofendoj, nuk më çartoj, nuk më fiju, thot nuk kam pa mësues më të mirë në jetën time se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, para se të gjykojmë për njerëzit, para se të kritikojmë, para se ndoshta të flasim për gabimet e tyre, duhet që t'i mësojmë. Të mësojmë fëmijën që mos të gabon, të mësojmë nxënësin, të mësojmë atë çdo kënd që ka nevojë për mësim. Edhe kur të gabon, ti themi se kjo që ke bërë është gabim, për këtë arsye, për këtë arsye. E nëse përsëritet disa herë, atëherë padyshim se ndërmiren masa tjera edukative
për të evituar gabime dhe për të përmirësuar atë. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para gjykimin të njerëzve preferonte mësimin, preferonte arsimimin e njerëzve, preferonte që ata t'i afronte duke i mësuar se ajo që ata e bëjnë është gabim. Prandaj, nëse këto mësime të ndërlozur, edhe shembulltyra, por edhe mësimi bëhen pjesë përbërëse të metodave tona për evitimin e gabimeve dhe përmirësimit të tyre në familjet tona veçanërisht, por edhe në shoqëri, me lejen e Allahut të mënduar gabimet sado që janë të mëdha, do të kthehen në përmirësim dhe do të kthehen në rrugën e drejtë. Por nëse sikurse e përmenda, nuk mësohen njerëzit dhe nuk kanë shembull, atëherë padyshim se nga gabimet e vogla mund të kthehen në gabime të mëdha. Allahu na përmirësoft familjen tonë dhe shoqëritë tona, dhe Allahu bëf që të jemi shembull për të tjerët dhe gjithashtu të mësojmë të tjerët apo të jemi të gatshëm që kur dikush na mëson ta pranojmë mësimin e mos ta refuzojmë. Kërkoni falje nga Allah, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa tammu taslim ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të ndërrullazër, para se të zbrez nga ky vend, më lejoni edhe një shembull të fundit të përmendi nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Krahasi ishte shembulltyr, krahasi ishte shembull i mirë për njerëzit, krahasi nuk shpenzonte, nuk kursente, dua të them, asgjë nga mundi i tij që t'i mësonte njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në trajtimin e gabimeve të tjerëve ishte edhe shumë i mëshirshëm. Ishte shumë i mëshirshëm. Sa ndodhte që njerëzit të vinë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe të përmendin se kanë bërë një mëkat që kërkonte një lloj dënimi, kërkonte një lloj shpagimi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk nxitonte në dënimin e tyre. Por çfarë bënte? Mundoi që të gjente rrugë të ndryshme për t'i amnestuar, për t'i falur, apo për bërë që ky gabim të jetë i fundit, andaj i trajtonte me mëshirë. Shikoni një herë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi një djalë i ri në tubimin ku ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një djalë i ri, dhe ishte oda dhe dhoma kurrinin e mbushur me shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky djalë i ri i tha: "O i dërguari i Allahut, o i dërguari i Allahut." Dhe nuk e dëgjon të mirë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha: "Afrau." E afroi vetë dhe tha: "Urdhra, çfarë kërkesë ke?" Tha: "O i dërguari i Allahut, idhen li fi zina." Më jep leje që amoraliteti, zinaja, marrëdhëniet jashtëmartësore ti kem të lejuara. Ato janë rrepsit ndaluara, janë haram. Ndërsa ai kërkoi që t'ia lejon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një punë të ndaluar. Dhe kjo është gabim dhe ishte shkelje e rëndë që padyshim meritonte edhe qortim edhe dënim që këtë bëjnë në prezencë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por duke pas parasysh moshën e re, duke pas parasysh epshën e tij, duke pas parasysh probleme që mund të ketë ky djalë, e mëshiroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi e këshilloi dhe mësoi, ja vendosi subhanallahu. Shikoni këtë mëshirë të madhe me këtë njerëz që kërkonte t'i lejojë e ndaluara, kërkonte të bënte amoralitet, si u sill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Krahasi e mësoi, ja vendosi dorën në gjoks dhe i tha: "O Allah, udhëzoj në rrugën e drejtë dhe ruaje nga punët e këqija." Buni dua për te, u lut për te, e mëshiroj në vend që ta dënonte dhe qortonte. Gjithashtu, nëna e Ebu Hurajra, sahabi i njohur i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëna e tij nuk besonte në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe një ditë, duke u fjalos me Ebu Hurajrën, e shau pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahu, e shau pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë u mërzit shumë Ebu Hurajra dhe shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'u ankuar për sjelljen e keqe të nënës së tij. Para mendoni me e shau pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në kohën e tij. Çfarë bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A u ngre që ta shan? A u ngre që ta lidh? A u ngre që ta ofendon? A u ngre që ta bën atë kështu më radh? Jo. Çfarë bëri? Subhanallah, i ngriti duart nga qielli, dhe kur i ngriti duart nga qielli, Ebu Hurajra mendoi se tash do të shkatërrohet nëna e tij, nga se do të bën dua kundër saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por nuk lutet kundër askujt i dërguar i mëshirës, nuk lutet kundër askujt i dërguar i rahmetit, nga se Allah e ka dërguar rahmet për njerëz,
nuk e ka dërguar për dënim, as për shkatrim, as për prishje, e ka dërguar për pajtim, për falje, për mëshirë. Andaj i çoi dur nga qielli dhe tha: Allahu mahdi umme Ebu Hurajra. O Zot, udhëzoja nonën e Ebu Hurajrës, udhëzoja në rrugën e drejtë, falja nga sa ajo nuk din atë. Dhe subhanallahu nuk shkoi gjatë kohë u udhëzua nona e Ebu Hurajrës, nga se me mëshirë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me lutje dhe me falje trajtonte gabimet e tyre. Prandaj kemi nevojë për mëshirë, kemi nevojë për falje, kemi nevojë për mirësi, që të largohet dhuna, të largohet arroganca, të largohen gjykimet e paragjykimet ndaj njerëzve, edhe pse bojnë gabim. Nga se të mençurit duhet me ndeletit të mësojnë, të vjetrit duhet të uzojnë të rinë, prindrit duhet të jenë shembull për fëmijët e tyre, të mësojnë mësimet e dura dhe të mëshirojnë dhe të falin edhe kur të gabojnë, nga se gabimi është pjesë përbërëse e njerëzve. Normalisht çdo gabim e ka kufirin e vet, por po flas për derisa ekziston mundësia e faljes, ekziston mundësia e mësimit, ekziston mundësia e shëmbëltyrës, duhet që të ndjekim këto rrugë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu na udhëzon në rrugën e drejtë. Allahu na mundësoj që të kemi me të vërtet shembuj të mirë në jetën tonë, pe cilën marrim mësim. Dhe Allahu bëf që me të vërtet mësimi dhe arsimi të jenë një vlerë e shoqërisë tonë, që vazhdimisht jemi të kyçur në radhët e mësimit dhe të udhëzimeve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na ruaj shoqërinë e në veçanti Allahu na ruaj rinin nga çfarë lloj degenerimi dhe rruga e keqe dhe shëmtuar. Allah na bashkof në rrugën e drejtë, në rrugën e mirë, na bëf që me të vërtet të jemi të mëshirshëm për njëri tjetrin, të falim, dhe të jemi të bashkuar në rrugën e Zotit në jetën e kësaj bote për të mirën e vendit tonë dhe të shoqërisë në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka fil alamin Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.